Unë dua t'ju them diçka shumë të rëndësishme, më dëgjoni me shumë kujdes. Nuk ekziston njeriu i patrembur. I vetmi ndryshim që gjejmë është mes atyre që këshillohen me frikën e tyre dhe ata që refuzojnë ta bëjnë këtë. Është i vetmi ndryshim. Nuk ekziston njeriu i patrembur, por ndryshimi qëndron tek ata që e lejojnë frikën t'i pushtojë dhe ata që me fuqinë e Perëndis e mposhtin frikën e tyre. Ka një ndryshim mes atyre që e lejojnë frikën e tyre t'i mbajë të lidhur me zinxhir dhe atyre që e lejojnë frymën e shenjtë të Perëndis që jeton te çdo besimtar t'i thyej këta zinxhir të frikës. Dikush ka thënë se frika është e vetmja gjë që shumë fishohet më shpejt se lepujt. Dhe është e vërtet, është ngjitëse. Dhe i vetmi kundërhelm, miqtë mi të dashur, që njoh si një njeri që i ka përjetuar të gjitha llojet e frikrave, i vetmi kundërhelm është besimi i plot dhe i patundur te Perëndia sovran. Tani, me që e përmenda këtë, më lejoni t'ju tregoj diçka tjetër në lidhje me guximin. Guximi nuk është mungesa e frikës. Tashmë ju thash se nuk ekziston njeriu i patrembur. Dhe nuk ekziston as njeriu që është guximtar, që ai nuk e njeh ose ajo nuk e njeh frikën. Guxim do të thotë ta mposhtësh frikën. Dhe pikërisht ky është ndryshimi këtu në këtë kapitull tek 1 Samuelit kapitulli 17 mes mbretit Saul dhe Davidit të ri. Saktësisht i njëjti ndryshim. Të dy burrat e njihnin frikën, por Davidi e vendosi besimin e tij plotësisht te Perëndia i gjallë, kurse Sauli e vendosi besimin e tij te parzmorja e tij. Dhe këtu, në kapitullin 17 do ta shohim shumë qartë se frika mund të na i shkatërrojë aftësitë e dhëna nga Perëndia. Frika mund të na i shkatërrojë ëndrat e dhëna nga Perëndia. Frika mund të na e shkatërrojë potencialin që na ka dhënë Perëndia për të bërë gjëra të mëdha për të. Frika në fakt mund të shkatërrojë shëndetin ton, frika mund të shkatërrojë marrëdhëniet tona. Dhe prandaj Zoti Jezus në mënyrë të përsëritur tha mos ki frik, mos ki frik, mos ki frik. Mos ki frik nga jeta. Pse? Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Mos kini frik nga vdekja. Pse? Unë jam i gjalli. Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve. Tek 1 Samueli 17:15 na thuhet se Davidi kishte 2 punë. Shikojeni vetë në Bibël, ai kishte 2 punë. Davidi, kur nuk po shërbente për mbretin Saul, ishte duke kullotur delet e babait të tij. Për 4 vjet rresht, ai shkonte nga ferma e familjes te pallati i mbretit, nga ferma e familjes te pallati i mbretit. Tani që ai është 21 vjeç, ai shfaqet në skenë. Babai i tij e dërgon për t'u dërguar furnizime vëllezërve të tij më të mëdhenj. Pra, misioni i tij ishte që të ndihmonte apo të furnizonte. Ai nuk ishte aty thjesht si spektator, ai ishte aty për të bërë diçka dhe për të ndihmuar vëllezërit e tij në luftë kundër filistejnëve. Dhe pastaj ai i sheh ata plotësisht të tmerruar dhe ishin duke u dridhur nga koka te këmbët. Më lejoni t'ju tregoj disa gjëra që duhet i dini për filistejnët. Për qindra vjet me radhë, filistejnët kishin qenë një burim dhimbje dhe acarimi dhe vuajtjesh dhe pikëllimi për popullin e Perëndisë. A e dini pse? Për shkak të mosbindjes së tyre. Kuptoni që ata mbetën si një kam mbi izraelitët gjatë gjithë historisë së tyre. Për shkak të mosbindjes së izraelitëve. Më lejoni t'ju shpjegoj këtë. Kur populli i Izraelit doli nga Egjipti, nga toka e skllavërisë, qëndruan në shkretëtir për 40 vjet dhe shkuan në tokën e premtuar. Perëndia u tha atyre, kur të arrini në tokën e premtuar, aty ka njerëz të këqinj, aty ka njerëz të ligj, aty ka njerëz që janë aq të këqinj sa nuk e meritojnë as të jetojnë mbi këtë tokë, ashtu siç bëri Perëndia me Sodomën dhe Gomorën. Dhe ai thot, kur të futeni në tokën e premtuar, shfarroseni ata. Por ata nuk e bën. Ata nuk e bën. Dhe prandaj, ata përjetuan dhimbje gjatë gjithë ekzistencës së tyre. Më dëgjoni pak. Në një mënyrë apo në një tjetër, Perëndia do ta, jo mund, por Perëndia do ta gjykojë të keqen.
Tani, instrumenti që përdor Perëndia për ta gjykuar të keqen nuk është i rëndësishëm. Instrumenti nuk ka vërtet rëndësi, por gjykimi i Perëndis që ai do të dërgojë mbi të keqen dhe njerëzit e këqinj dhe ai do ta bëjë përsëri këtë. Ky është edhe qëllimi i ditës së gjykimit. Në një ditë kur predikuesit ju thonë se të gjithë do të shkojnë në parajs dhe që askush nuk do të shkojnë në ferr, unë po ju them se Perëndia nuk do të ishte i vërtet me veten nëse ai nuk do ta gjykonte të keqen. Ai do ta gjykojë të keqen. Në këtë rast, ai donte që populli i Izraelit të ishte një instrument i gjykimit të tij për ata adhurues të këqij dhe të paudhë perëndisht të rreme. Por populli nuk e bëri këtë. Dhe prandaj ata ngelën një burim dhimbje, pikëllimi dhe hidhërimi për Izraelin gjatë viteve në vazhdim. Dhe këta filistinj kishin një hero kombëtar që quhej Goliath. Më dëgjoni me kujdes. Ai ishte një njeri i stërmadh. Nuk e keni idenë sa i madh që ishte. Mbi 270 cm i gjatë. Te vargjet 5 dhe 6 do të gjejmë një përshkrim të uniformës së tij. Parzmorja e tij peshonte 55 kg. Këmbët i kishte të mbuluara me këmbore prej bronzi, vargu 7. Maja e hekurt e ushtës së tij peshonte 8 kg. Imagjinoni ta mbani këtë gjë. Vargu 8, nënvizojeni, dua që ta shënoni sepse është shumë i rëndësishëm. Mbajeni mend dhe mos e harroni kurrë. Ja se çfarë tha Goliathi. Pse keni dalë për t'u radhitur në formacion beteje? A nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? O, sa e dhimbshme që është kjo. Unë shpresoj ta kuptoni këtë ndjesi. Thjesht duhet t'i kuptoni fjalët. A nuk jeni ju shërbëtor të Saulit? Populli i Perëndis e refuzoi mbretërimin e Jahues dhe donte një mbret tokësor dhe Perëndia e plotsoi dëshirën e zemrës së tyre. Bëni kujdes për ato që luteni. Dhe kur ndodhi kjo, veçantia e tyre si shërbëtor të Perëndisë së gjallë, si ushtria e Perëndisë së gjallë, si fëmijë të Izraelit, nuk ishte më e vërtet. Përfaqësimi nga ana e tyre i Jahues u zëvendësua me të qenit shërbëtor të Saulit. Tani ata janë ushtria e Saulit, shërbëtor të Saulit, jo ushtria e Perëndisë së gjallë. Sa herë që e gjeni veten në një humbje shpirtërore, kjo ndodh sepse e keni zëvendësuar mbretërimin e Jezus Krishtit në jetën tuaj me dikë ose diçka tjetër. Më besoni mua, nga përvoja ime për këtë, sa herë që e gjeni veten në një apati shpirtërore, ndodh sepse e keni zëvendësuar Jezusin si mbret të jetës tuaj me dikë ose diçka tjetër. Sa herë që e gjeni veten tuaj në një rrëmuj shpirtërore, kjo ndodh sepse prioritetet e jetës tuaj janë kthyer përmbys, ambicjet egoiste janë vendosur në maj kurse Jezusi në fund. Oh, por prisni pak, bëhet më keq. Bëhet edhe më keq për Saulin dhe për ushtrinë e tij. Goliathi trimërohet aq shumë sa në vargun 10 dhe shumë herë të tjera në këtë kapitull, ai përdor fjalën sfidoj. 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 Unë nuk e di për ju, për më dëgjoni pak, kjo është dëshmia ime dhe jam përgjegjës për të. Në çdo fushë të jetës sime, ku fryma e Perëndis nuk sundon në mënyrë supreme, armiku i shpirtit tim më sfidon vazhdimisht. Vargu 11. Kur Sauli dhe tërë Izraeli dëgjuan këto fjalë të filisteut mbetën, të shtangur dhe u hyri një frikë e madhe. Po mbreti Saul, kishte më shumë përvojë ushtarake se kushdo tjetër. Ishte 210 cm i gjatë. Ai ishte i vetmi në Izrael që kishte parzmore, të tjerët nuk kishin. Ai ishte mbret. Ai përfaqësonte Perëndinë e gjallë në mes të popullit. Por të gjitha këto nuk vlen asgjë kur nuk po ju drejton fryma e Perëndisë. Të gjitha këto nuk vlen asgjë nëse ju vazhdimisht e krahasoni veten me dikë tjetër bazuar në aftësitë fizike që secili ka. Të gjitha këto nuk vlen asgjë nëse ju vazhdimisht e krahasoni veten me dikë tjetër. Goliathi
është 270 cm i gjatë. Unë jam 210. Ai ka një parzmore të madhe dhe të rëndë. Nuk mund ta krahasoj me parzmoren që kam. Sa herë që ai i krahasonte aftësitë dhe vlerën që kishte, humbiste. Bënte krahasime për aftësitë dhe vlerën e tij dhe thoshte, shikoje pak këtë, shikoje pak këtë, shikoje pak këtë, shikoje pak këtë, nuk mund ta bëj dot. Sa herë që Sauli i gjor merrte lapsin dhe fillonte të bënte llogarit, kuptonte që llogarit nuk i dilnin. E njoh këtë tundim për të ulur dhe për të bërë llogarit e aftësive dhe vlerave tona. Unë e njoh këtë tundim. Nëse do kisha ecur me frikë dhe jo duke i besuar plotësisht Perëndisë së gjallë, se Perëndia është më i madh se gjithë problemet e mia, nëse do të kisha ecur duke parë dhe jo duke besuar në fuqinë e Perëndisë së gjallë, nëse do të kisha jetuar duke bërë llogari njerëzore, nëse do të isha këshilluar me frikërat e mia, nëse do të kisha jetuar me një mendësi laike, nuk do të kisha nderin të isha pastori juaj sot. Ka ndodhur her pas here, ka ndodhur her pas here. Për më tepër, nuk do ta kisha nderuar Perëndin që e njeh gjithë secili prej nesh me emër. Dhe ai di gjithçka që mund të dihet për secilin prej nesh. Nuk do ta kisha nderuar. Më dëgjoni pak. Arsyeja sepse shumë njerëz nuk japin të 10-ën e të ardhurave ose parave të tyre, që nuk japin edhe mbi të 10-ën, është për shkak të frikës. Ata kanë frikë se mos vallë Perëndia që ka siguruar për ta në të shkuarën nuk do të sigurojë për të ardhmen. Më provoni për këtë. Nuk është çudi që në çastin, që pikërisht në çastin kur një gjigant shfaqet në jetën tonë, ne vrapojmë dhe ambathim nga frika. Kjo ishte fobia e Saulit. Ai shuajti frymën e shenjtë dhe nuk po jetonte me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Ai e vendosi besimin te sukseset e tij të shkuara. Në fund, ai lejoi që ta trishtonte frymën e shenjtë dhe të qëndronte në një cep dhe siç ndodh gjithmonë, më besoni, siç ndodh gjithmonë kur fryma e shenjtë është e trishtuar ose e shuar, vjen fryma e frikës dhe zë vendin e saj. Por pastaj shfaqet Davidi. Ai vjen për të sjellur ushqim vëllezërve të tij. Ai futet dhe sheh atë gorill që po sfidon Perëndinë e gjallë dhe zemërohet shumë. Ai zemërohet, dua të them, po ju bëj një përkthim timin. Ai tha, kush është ky idiot? Që mendon se mund të sfidoj ushtritë e Perëndisë së gjallë. Mbani mend këtë. Në kohën kur shfaqet Davidi, kjo tallje kishte më shumë se 40 ditë që vazhdonte. 40 ditë. Në fakt, vazhdoi aq gjatë sa kriza ndërkombëtare u rrit. Pyetje. Pse Perëndia nuk e dërgoi Davidin në ditën e dytë? Në ditën e 7? Në ditën e 20? Pse? Pse Perëndia nuk i përgjigjet pyetjeve në çastin që ja kërkojmë? Pse? Kjo është pyetje shumë e mirë, më bëhet qefi që pyetet. Sepse dua që t'i përgjigjem. Shpesh Perëndia, nuk po them gjithmonë, por shpesh, ai do që ne të na shterojnë burimet tona. Perëndia shpesh do që ne të kapim fundin e vetes tonë. Shpesh Perëndia do që ne të bëjmë gjërat që ai do që t'i bëjmë në një mënyrë që askush të mos thotë e bëm unë dhe Perëndia. Ka disa njerëz që nuk ja japin fare meritat atij, edhe pse janë përgjëruar me të madhe Perëndisë. Në çastin kur Perëndia përgjigjet thonë e po ja dola. Në fakt Davidi arrin në herën e 82. Llogaritin i vet, në paraqitjen e 82 të asaj gorille. Gorille të frikshme. Ai sheh se çfarë po ndodh dhe vrapon për te vëllezërit e tij. Ç'kemi djema? Vëllezërit e mëdhenj duhet të jenë ndier në siklet përpara miqve të tyre dhe ushtarëve të tjerë kur
ky vëlla i vogël vjen dhe fillon të bjerë në sy. Mendoni pak për këtë. Largo, David, largo, djalosh, largo. Je duke më turpëruar. Po ju them një përkthim timin. Çfarë po bën këtu ti kopuk i vogël? E vini re që ata e akuzuan se po tregoj arrogant? E vini re këtë, shikojeni vetë në shkrim. Gjithmonë ndodh kështu. Një njeri i dobët të sheh ty si të dobët, një njeri arrogant të sheh ty si arrogant, një njeri mosbesues të sheh edhe ty ashtu, nuk i beson askujt. Shpesh ne i gjykojmë njerëzit nga motivet tona. Charles Spurgeon thot kështu: ai njeri ishte mjeshtër i fjalëve. Ai ka thënë, ne shpesh e masim grurin e të tjerëve me masën që mbajmë në shtëpi. Dikur në kohët e vjetra, tregtarët matrapaz vendosin një fund të rrem te masat e tyre, sepse donin që të bënin me hile. Ai thot se ne e masim grurin e tjetrit me masën, nëse masat tona janë me hile dhe i trajtojmë të tjerët sikur janë të pandershëm. Në këtë kapitull Davidi e bën 3 herë pyetjen: cili është shpërblimi për atë që e vret Goliathin, dhe 3 herë ata i thonë: do të martohet me vajzën e mbretit, do të përjashtohet nga taksat dhe do të marrë një pasuri të madhe. Tani ka disa njerëz që për shkak se Davidi e bën këtë pyetje 3 herë me radhë, kanë dalë në përfundimin se atij interesonte vetëm shpërblimi. Por pasazhi na e bën shumë të qartë se ky është një supozim i rrem. Pasazhi na e bën shumë të qartë që Davidi e donte Perëndin aq shumë sa ai ishte aq shumë i lënduar kur dëgjoi që po fyhej emri i Perëndisë së tij. Jo si në ditët tona, ne ulemi dhe qeshim kur fyhet emri i Perëndisë tonë. Davidi mendonte se kjo ishte shumë herë më keq se sa të fyhet nëna jote. Davidi e nderonte dhe donte Zotin kaq shumë sa nuk mund ta duronte dot këtë blasfemi të emrit të madh të Perëndisë tonë. Në fakt, ky ishte një nga motivet që e bën Davidin të largonte frikën e tij. Kjo mjaftonte që ai të rrezikonte gjithçka. Kjo ishte e mjaftueshme që ai të mposhte frikën e tij me anë të besimit te Perëndia i gjallë. Po ju them diçka të rëndësishme. Davidi vjen në betejë që nga fushat e barinjve, që nga puna si bari, ku shpeshherë ai kalonte kohë në intimitet me Perëndin, duke u lutur, duke kënduar dhe duke shkruar psalme. Pikërisht këto bënte kur ai kulloste delet. Ai këndonte, Davidi shkruante himne, Davidi shkruante psalme, Davidi përlëvdonte Perëndin, Davidi adhuronte Perëndin. Pra, në këtë situatë, ai vjen me përlëvdim, ai vjen me adhurim, ai vjen me admirim dhe me fuqi. Nëse Davidi do të kishte qenë në mes të kësaj çmendurie që ushqente frikë, ai nuk do të kishte reaguar kështu, sepse frika është ngjitëse, ju kujtohet? Është ngjitëse. Nëse ai do të kishte qenë ulur aty duke ndjekur lajmet gjithë kohën dhe do të dëshpërohej për atë që po ndodhte, ajo gorrill do ta kishte friksuar edhe atë. Jo. Ai ishte në praninë e Perëndisë së tij të lavdishëm dhe erdhi në betejë duke qenë i mbushur me fuqinë e Perëndisë për t'u përballur me këtë gjigant. Davidi i tregon Saulit dëshminë e tij kur përjetoi fuqinë e Perëndisë. Kur ishte i vogël, kishte shqyer me duart e tij një luan dhe një ari. Tani mund të jeni plotësisht të sigurt se i njëjti Perëndi që i kishte bërë këto në të shkuarën do ta bënte edhe tani. Të dashur, ky është një mësim që shumë prej nesh e harrojnë. E di këtë nga përvoja ime. Ne e harrojmë këtë mësim të rëndësishëm. Pse Perëndia që ka bërë ato që ka bërë në të shkuarën do t'ju braktiste tani? I shkreti Saul. Ai ende nuk e kuptonte. Ai këmbguli që Davidi të vishte parzmoren e tij. E dini, ka menduar gjatë dhe gjerë për këtë. Nëse do t'isha unë, ja se si do të kisha reaguar. Mbreti Saul, nëse ajo gjë e pa vlerë
nuk të shërbeu ty, pse mendon se do të më ndihmoj mua? Jo, kështu do të bëja unë, por Davidi nuk e tha këtë, ai ishte shumë i sjellshëm. Sikur ti thoshte mbretit, o mbret, unë kam një parzmore të padukshme. O mbret, unë kam fuqi shpirtërore. O mbret, unë kam frymën e Perëndisë së gjallë. O mbret, unë kam të vetmin që është vërtet burimi i fitores sime. Dhe emri i tij është Jahue. Davidi merr 5 gur, një hobe dhe një shkop. Dhe i afrohet Goliathit aq sa mund të shihte sytë e tij. Më lejoni të ndaloj këtu dhe t'ju them se kritikët e Biblës thonë se arsyeja pse ai mori 5 gur, jo vetëm një, ishte se ai nuk ishte i sigurt që do funksiononte. Kjo është plotësisht e rrem. Do t'ju a them se pse ishin 5. Tek 2 Samueli 21-22, e lehtë për të mbajtur mend. 2 Samueli 21-22 na tregohet për 4 djemt e Goliathit që po qëndronin në kodër. Dhe ai ishte i përgatitur për ta. Në rast se ndonjë do të zbriste dhe do të përpiqej të zinte vendin e babait, ai do ta godiste. Mori nga një gur për secilin. Kjo është arsyeja pse besimi i tij nuk u lëkund. Tani, kur ai i afrohet Goliathit, ky e sheh Davidin dhe nuk arrin të shohë dot hoben dhe gurët. Ai mund të shohë vetëm shkopin. Dhe i thot, çfarë? Mos jam vallë një qenç, po del kundër meje me shkop në dorë? Dhe pastaj tallet me Perëndinë e gjallë edhe një herë tjetër. Dhe Davidi i thot, ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me usht, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive. Thuajeni bashkë me mua, unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive. Dhe më pas dëgjon Davidin të thot, o dru, unë dua që të pyes, çfarë lloj frike po ju përndjek juve sot? Vetëm ju mund t'i përgjigjeni kësaj pyetje. Çfarë lloj ankthi duket se ju ka pushtuar sot? Çfarë lloj shqetësimi duket se po ju mban zgjuar gjithë natën? Vetëm ju mund t'i përgjigjeni kësaj pyetje dhe çfarë do fobie që vazhdoni të ushqeni. Dua që të gjithë të thoni me mua. Unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive. Le ta themi bashkë. Unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive. Pastaj këtë do ta bëj sërish nesër, dhe një ditë më pas, dhe një ditë më pas, dhe nuk do të ndaloj.